Mirë mbrëma dhe përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, sot është data 19, muaj është i 4, viti 2026, e diel, pra ditë e fundit e vikendit. Dhe, Maqedonia sikur po zgjedh gjatë vikendit që të jetë më aktive për sa u përket deklaratave politike të partive politike, duke filluar nga kryeministri e deri te opozita. Dhe unë do ndalem për pak. Në atë. Sot në Bullgari ka fituar Radev. Dhe, a dini se çfarë tha për Radevin orë më parë kryeministri i Maqedonisë Mickoski? Vetëm 250 bullgarë që jetojnë në Maqedoni janë paraqitur për të votuar në zgjedhjet parlamentare që mbahen sot në Bullgari. Kryeministri Mickoski ironizoi me daljen e ulët të bullgarëve duke shtuar se edhe pse Rumen Radev pohonte se në vendin tonë jetojnë mbi 200.000 bullgarë, në zgjedhje kanë dalë vetëm 250 tha ai. Dhe, ka fituar Mickoski, ka fituar Radev. Да кажам дека сум благо разочаран поради нискиот одзив на македонските бугари, бидејќи само 250 македонски бугари се заинтересирани да учествуваат на овие избори, од оние според Радев и луѓето околу него повеќе од 200.000. Очекував излезеноста да биде малку поголема, но истовремено очекувам дека граѓаните во Бугарија, кои што гласаат во Бугарија, ќе изберат премиер, односно председател на владата, кој што ќе биде јасно проевропски ориентиран, добрососедски ориентиран и наместо билатералните прашања ќе се посвети на вистинските темелни европски вредности, дефинирани од Аденауер, Шуман и Де Гаспери многу одамна, и како земја членка во Европската унија ќе биде вистински промотор на копенхагенските критериуми, а не на билатерални спорови кои што треба сега да дадат одговор на прашања кои што се од средниот век. Можам да кажам. Unë ndalem pak më vonë në deklaratën e Radevit, sepse këtë deklaratë ka nxitur shumë çështje të tjera në Maqedoni. LSDM ka ndetur gaditur për shumë deklarata të tjera, por atë për cilën sot e kanë akuzuar është vërtet shumë interesante. Благодарам на присуството, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Граѓаните скапо ги плаќаат бајките и неспособноста на премиерот Мицкоски. Ги плаќаат со празни џебови и со празни фрижидери. Баравме и предупредувавме дека се потребни конкретни мерки за помош на граѓаните, уште пред скоро 2 месеци, кога започна кризата на Блискиот Исток. Премиерот и владата не презедува буквално ништо. Дури сега и се укинува таа парцијална мерка, која што ја донесува, а тоа е повторно ДДВ-то е вратено на 18% за дизелот. Што имаме денес? Зборуваме за економија што тоне, за тежок секојдневен живот на граѓаните, за цени во продавниците кои што веќе пораснаа без никаква контрола, за најниски плати во Европа, за најнисок стандард во Европа и за млади кои што заминуваат од земја. Po pra, gjërat të cilat veçmë të gjithë e dim. Të gjithë e dim. Dhe, Radevi ka dalë sot në një konferencë për shtyp dhe ka thënë, nuk e di pse me partinë e tij Bullgaria Progresive, thot, nuk e di pse më akuzojnë pro-rus e kështu me radhë. Unë jam tha pro-bulgar, pro-Evropës. Shohim e bëjmë, thot, një fjalë popullore këndë nga Shqipëria. Ajo të cila më ka befasuar më së shumti është kryeministri i ri i Hungarisë Maxar ka thënë, do e mbylli televizionin publik në Hungari MTV. Interesant. Ka përhap propagandë. Më në fund e gjeta një njeri i cili mendon njësoj si unë. Ka vite të tëra që unë them, në Maqedoni duhet të ndalohet televizioni publik në thojza MTV1, MTV2, MTV3, programi i parlamentit e kështu me radhë. Dini pse? Përveç që bën propagandë, nuk ka kualitet ama as pak. Parat më të dha i merr nga shteti dhe nuk ka kualitet. Aq se bën propagandë. Nuk ka emisione me të cilat mund të thuash, përveç sportit. Në përgëzoj redaksinë e sportit në gjuhën shqipe, se më të tjerë nuk jam marrë, që vërtet e mbajnë deri diku ratingun e dini me rating se sa është MTV
1, 2, 3, flas për 2 në gjuhën shqipe. Më ullet se sa një televizion apo radio lokale. E para marrin dhe kush nuk është punësuar atje? Ama kush nuk është punësuar? E bën fabrik punësimi, di nuk di, tash atje mundohen që të bëjnë një incizues këngëve tallava në përdarsme kështu me radhë, redaktor, kryeredaktor, zëvendës drejtor kështu me radhë. Pra, asnjë më tepër. Problemi i tyre, por është problemi i qytetarëve sepse nga taksapaguesit, nga ne marrin lekët gjithata. Dhe më ka befasuar edhe Mickovski thotë sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, vendi ynë në top 3 vendet për masat kundër krizës së çmimeve. Çfarë nuk thot kohëve të fundit Mickovski? Dhe ajo që ka qenë është edhe kjo, por të shohësh Maqedoninë se është në rritje ekonomike më e mirë se BE-ja, kjo është vërtet është humor. Vërtet është humor. Sepse Maqedonia, hajtë të zëmë se ka 2 milion banor. Ka me një shtet në Evropë që është 2 milion. Jo, Kosova nuk është 2 milion me statistika, një e diçka. Thot, jemi më të mirët. Dhe të tjere thonë, po, në deri 2 milion vërtet jeni, s'ka. Nuk ka. Është humori pastër që bërë Mickovski. Po, thot një fjallër popullore e qinjë thanë, mu se moshe, i është mundësuar. Dhe a dini se si a i bie në sy? Dëgjani pak, për mu ka qenë shumë befasuese kjo, besoj se është e vleni ju që ta dëgjoni. Гледаме дека на дневна основа имаме високи членови на СДСМ од минатото кои што се незадоволни од оваа PR стратегија СДСМ во земјата на лагите, која што СДСМ ја рефлектира секој ден и бараат реформи во самата партија, која што изгледа ова раководство не може да ги направи, бидејќи најверојатно има голем дел од луѓе кои што се блиску до социјалдемократската идеја, но не сакат да се приклучат на раководство кое што е длабоко вовлечено, за кое што постојат основани сомненија дека длабоко вовлечено во криминал и дека дел од ова раководство постојат основани сомненија дека се уживатели на опојни дроги. Kjo është vërtet shumë interesante. Kryeministri di çdo gjë. Dhe për atë edhe LSDM dje ka ngritur një padi penale private kundër Mickovskit në gjykatën e Shkup. Nuk është okay, por unë vazhdoj me te, sepse vërtet, nuk do më keq kuptoni, vërtet Mickovski e di ku e kam edhe unë në shtëpi. E di në cilën bandere është kablët e internetit. E din, vërtet e din. Vërtet e din cila është dera e hymjes sime. Su kam faj, vazhdoni. Nëse doni mund të tregoj edhe ku e pi kafen e mëngjesit. Dikujt i pengoj edhe unë shumë, sepse janë televizje që ata mendojnë se mund të nuk diktohen, por diktohen. Dhe radhazi presin kablën e telefonit, dhe radhazi me presin linjën e internetit, të dera dërgojnë, harojnë se unë i njoh të gjithë, jam ndër të parët në këtë lagje, njoh edhe shqiptarët dhe maqedonasit, dërgojnë dhe një maqedonase që kërkon diçka në ora 10:30 në mbrëmje e kështu me radhë. Pra, çfarë nuk do të dëgjosh, është shtet vërtet policor, por unë kam shumë pastër jetën. Shumë pastër kam jetën. Dhe nuk më befason, por argëtohem kur ndëgjoj këta të Vlenit. Nuk kapi, vërtet s'po ja s'kum thojnë Tetov. Nuk kapi. E vetmja gjë që unë mendoj se në Tetov, në fillim ne nuk e kemi kritikuar sepse po bëhet vetëm në gjuhën maqedonase, nuk po bëhet edhe në gjuhën shqipe, dhe pse vetëm në qytetet shqiptare. Unë kam bile edhe një video, nxitje ku them se sistemi qyteti sigurt Mickovski do të varret shqiptarët sepse u bën vetëm në qytetet shqiptare. Ka ndër 68%, pra rënje për 68% kalimet në semaforët e kuq e kështu rregullave. Pra, shqyqyr që kush e dobëson njeriu është xhepi i zbrazët. Xhepi i zbrazët dënohesh nga policia. Nuk është okay, por unë vazhdoj të jem me ju dhe do jem me ju, pa marrë parasysh ata mendojnë se nuk duken kërcënimet, atë kërcënimet duken. Mirë po. Unë juftoj tash të ndiqni një deklaratë për mu, jo
humor, por ka qenë shumë largpamse, për cilën pastaj pas kësaj deklarate është lidhur edhe Bekim Sali, duke thënë se Maqedonia është para Shqipërisë në shumë çka. E dini kush e tha sefte para 5 muaj rrafsh e tha Mickovski. Nuk e besoni, ja dëgjoni. Ако видите да ги направим уставните измени најдобро. И потоа да добиеме ново вето и повторно нови проблеми. Тогаш сигурно ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони. Но од она кое што е таму напишано, јас сум исклучително задоволен, бидејќи нема назадување. Има стагнација во неколку области, знаеме сите, и тоа ние сите го зборуваме, тоа е владењето на правото, борбата против криминалот и корупцијата. И затоа нон-стоп зборувам дека се потребни промени во судскиот совет, во обвинителството и така натаму. И сега веќе по завршувањето на изборите многу посериозно ќе се занимаваме со таа тема, додека пак во сите други области има одреден мал напредок или значителен напредок, така што јас генерално можам да го оценам како добар. Инаку не можам да се сложам со констатацијата дека има некои други земји кои што се пред нас, например ние сме многу пред Албанија. Дури во 8 области сме пред Албанија. Po pra, njëtën gjë tha Bekim Sali, po e përsërisin të gjithë zëvendëskryeministrat, ministrat, zëvendësministrat e vlenit në qeveri. Shojmë, unë e kam këtë deklarat dhe e ruaj. Pra, do shojmë se si të zhvillohen gjërat, por pastaj qëndroni. Unë në mos asgjë tjetër kam material me çka do t'ju talli. Nuk është okay, por unë vazhdoj më tej. Pra, gjithandej Maqedonia vetëm është në prag të një, të themi kështu, tymi se zjarri ende nuk i del, edhe nuk ka për t'i darë. Sepse, pa marrë parasysh, dëgjoj çfarë nuk dëgjoj. Dëgjoj nga qytetarët se edhe vleni vjedh. Dëgjoj nga qytetarët edhe atë edhe këtë, se më për BDI-n as që diskutohet. Ka vjedhe. Dhe prap do që dhe. Dhe u kisha pyetur, ta zëm, po të ndodhte nesër, ta zëm, ndë një luftë. Dhe shkoni prap pas atyre të cilët ju kanë krejur 22 vite? Jo. Kur më zash zoti më të vinë të njëjtit njerëz të cilët tash për t'i la gjinahat e tyre, tërë lifar muhabetër. Por edhe vleni, njësoj të gjithë, edhe Mickoja njësoj. Kritëve konvenon të një destabilizim, unë e kam thënë dhe për përsëris. Nuk ka destabilizim të Maqedonisë kur duan të tjerët, as kur do dikush që ka pshur pushtetin, ka pshur idet e popullatave. Nuk ka. NATO është këtu brenda? E tash, unë do bëm si Ali Ahmeti, lufta Iran-Irak është në pyetje me Amerikën, dhe kështu me radhë. Sa i thoshte, nuk mundi ta bëjmë këtë sepse është çështja e Kosovës. Kush e pyetëm shqiptarët e Maqedonisë për çështjen e Kosovës, kur Kosova është vetë shtet në vetvete. Okej, po për të arsyetuar shumë çka. Dhe më ka ardhur mirë për shkak se një kohë të gjatë unë edhe me PPD-n dikur, edhe me BDI-n, edhe me të gjithë të tjerët jam zënë për sallën e sporteve atje që është atje në fund. Dhe sot ka pasur një deklaratë se Bilal Kasami thotë më në fund e kemi kthyer prapa sallën e sporteve, e cila inshallah është ashtu o Bilal. Por e kam një frikë tjetër, nëse dikush pas ka pasur deri në vitin prej 2021-2022 deri tash me koncesion dhe salla pas ka 5.000 vende pune, 5.000 vende për publik, që është vërtet e madhe dhe e bukur, kështu për brenda. Pra pas 4-5 viteve në krye të detyrës në komunën e Tetovës janë fituar betejat ligjore dhe sallë sporti e shtyrë komunës së Tetovës, ka thënë Bilali. Komuna e Tetovës duke përgatitur projekt për rikonstruimin e sallës dhe e njëjta të jetë në shërbim të sportit dhe atë duke plotësuar të gjitha kriteret për lojra ndërkombëtare për destinimin që e ka. Okej, unë kisha thënë Bilal, ai bënë si që bënë me sa më herë. Nuk ke kohë, merresh. Bëne, vallaj po. Edhe ujnë është gati e ke, edhe të bëne. Një rrugë nuk mundi ta bëni 5 vite, Tetovë Prizren, dhe bëj këj sallën e sportit cilë e gati, e pastaj do thoni si për shkollat fillore të mesme që aq para kushtojnë sikur me bë prej fillimit. Inshallah e bëni prej temelit këtë. Dhe rruga Tetovë Prizren nuk është për humor, por është vërtet interesant. E vetë një gjë e cila direkt do i prek zhvillimin e Tetovës është kjo rrugë. Vërtet është kjo rrugë. Por
mu nuk më befason, por më iriton dalja e Atanazizit, i cili më duket se përpara ishte më i mençur, tash sikur s'u di, nuk është në kontroll të asaj që flet, ose ka bërë, ose bizneset, ose kanë mundur. Pra rrugat e to prezantojnë projektin strategjik dhe do të tentojmë me çdo kusht që të realizohet. Pra, nuk thotë do e bëjmë, do të tentojmë. Pra flet në një kohë të pa kryer, të pa përfunduar. Okej. Problemi i tij. Dhe ju dini se unë bëhem i mençur. Po. Ja se çfarë u them sot për rrugën Tetov prezant. Për më shumë se 2 dekadash, rruga që duhet të lidhë Tetovën me Prizren mbetet një ndër premtimet më të përsëritura dhe më pak të realizuara në rajon. Dhe pse nga ana e Kosovës ka nisur lëvizjet konkrete në terren, në Maqedoninë e Veriut projekti vazhdon të endet në faza projektimi dhe procedura burokratike, duke lënë përshtypjen se më shumë po prodhohen deklarata se sa kilometra asfalt. Nuk ka as kosto të saktë, as afate konkrete, aq me pak nisje të punimeve. Pika më e ndjeshme mbetet ndërtimi i tunelit për 6.4 kilometrash, që kërkon investime të mëdha dhe bashkëpunim të ngushtë mes dy shteteve. Dhe fakti që po kërkohet grant ndërkombëtar për këtë pjesë tregon se qeveritë nuk janë të gatshme të mbajnë barrën financiare vetë. Ndërkohë, nisja e komunës së Tetov për të investuar në një segment lokal është pozitive, por mbetet simbolike përballë një projekti që kërkon strategji shtetërore dhe koordinim ndërkufitar. Diferenca mes angazhimit lokal dhe mungesës së dinamikës në nivel qendror vetëm se thekson problemin kryesor, mungesën e një plani të qartë afatgjatë. Pra, në këtë situatë krijohet një paradoks i njohur. Projekti ekziston në letër, por mungon në realitet. Rruga Tetov Prizren nuk është e paralizueshme, por mënyra se si po trajtohet e bën të duket e tillë. Pa vendime të forta politike, financim të siguruar dhe koordinim real mes dy qeverive, ky projekt rrezikon të mbetet edhe për shumë vite një ide e bukur në letër. Dhe atëherë qytetarët mbetet të gjejnë të njëjtin prendim çdo vit, më pak ndryshim në formulimin, por pa ndryshime në terren. Dëgjove zonja Kaltrina Zekolli, për çka bëhet fjalë? Ne nuk kemi të pa lëvizje. Flet për 2 milion euro që janë ndarë, nuk kemi të pa lëvizje. Asnjë. Bile edhe ata që premtuan se kanë ndarë dhe kanë gjetur diku rrugën mbi Shkovicë e kishin humbur. Nuk janë kërkuar. Dhe e mbani mend, ta më të vjetër duhet ta mbajnë mend, Tineksin u përhap nëpër Maqedoni, ishte 2 mandate më duhet në kryetari i komunës së Shkupit, dhe sot bëhet me dije se është arrestuar pronari i Tineksit, Vladimir Todorović. Dhe a dini pse? Ish kryetari i komunës së qendrës Vladimir Todorović dhe gabimorët e përnet dhe 10 bashkëpunëtorët e tij janë arrestuar mbrëmje në ndryshim për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe autorizime se për pastrim parash lidhur me monumentet në Shkup. Pjesë e projektit Shkupi 2014 me vlerë për 700 milion euro. 700 milion euro. Okej. E po, vinë njerëz të ri, që kërkojnë tallin pjesët e veta, nuk janë, atëherë në shkosh atje, kur nuk duhet. Pse ke marrë parë? Lavdërohet Mickovski se karbonatët nesër lirohen me 1.5 denar. Por, çfarë t'i bëjmë kësaj, Micko? Çfarë t'i bëjmë kësaj deklarate që filloi tash në mbrëmje të qarkulloj? Pra, vërtet filloi në mbrëmje të qarkulloj. Një deklaratë mjaft, unë kisha thënë, ekonomike, por edhe rentabile. Kosova pati rritjen më të madhe të investuesve direkte në Ballkan, thot Blerim Vela, një tetovar. Hyrjet e forën direkt investiment FDI në Ballkan gjatë vitit 2025 kanë shohur zhvillim të ndryshëm krahasuar me vitin 2024, me disa vende që kanë qenë para rritje të ndjeshme, ndërsa të tjera kanë pasur rënje të fortë. Në këtë kontekst, Kosova del me rezultate pozitive duke regjistruar një rritje të ndjeshme të kapitalit të huaj. Sipas të dhënave, Kosova ka tërhequr rreth 1 miliard 300 milion euro investime të huaja direkte që përfaqëson një rritje për 30% krahasuar me 2024. Ave? Micko, Maqedonia e Veriut ka -61, më së shumti rënje. E del lavdërohet krejt me diçka tjetër. Për atë edhe e lash për fund, pra, sepse fundi kuptohet është më i ëmbël. Kush qesh i fundit, qesh më ëmbël. Dhe shumë çka vërtet nuk bën në Maqedoni, por dalësh dhe të lavdërohesh. Shqiptarëve nuk ka mbetur asgjë tjetër në Maqedoni, vetëm ti, si thot Vleni, është për që ti korrigjojmë padrejësitë që ja bëri BDI-ja sa ishte në pushtet. Dhe me të drejtë vetëm një gjë pyes. Në çfarë gjuhë ka dhënë djali Talat Xhaferit provimin respondencë? Që ti kanë të drejtë në çfarë gjuhë. Mirë, po të korrigjojmë padrejësitë që la BDI-ja sa ishte në pushtet, provimi vetë viti 3 më. Çfarë bëni? Nuk bëj ndonjë fans për
pëdëshën mirë, po e di se pëdëshë për 2 vite i solli gjitha këto, mos asgjë tjetër. Juridikisht i solli këto festa nacionale dhe fetare që i gëzojnë shqiptarët në Maqedoni dhe gjithë të tjerët të nacionaliteteve. Nga pëdëshë e kanë, nga Ermen Xhaferi dhe Mendothaçi e dhurat. Hajde ju bëni bërëm diçka. Në këtë sferë, pasi nuk mundi me... Okej, nuk është okej, por unë këtu ju përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëma. Ishit në podcastin Mesut Shaban.